vari ne kemi gjithmonë një lojë. Dhe do kërkojmë të na plotësosh fjalinë brenda 10 sekondave, po them. Pra, mendimi jot për këtë fjali. Po filloj unë më. Nise. Eurosoccer 2026 do të mbahet mend për minimalisht do rrisim gjysmëfinalet të kampionatit. Okej. Kjo është deklaratë. Kjo është deklaratë. Për Shqipërinë ky event është kryeqyteti, Shqipëria do të jetë kryeqyteti i minifutbollit për gjithë Europën. Kështu që për Shqipërinë në atë periudhë ky do jetë eventi më i rëndësishëm që do të ndodhi. Dhe duhet të thënë që periudhën e majit ka dhe shumë turistë në Shqipëri, pra do jetë një aktivitet i shtuar për Tiranën dhe për ata që vinë këtu. Bukur. Nëse do përshkruaja Eurosoccer me një fjalë, do të ishte magjike. Magjike. Mjafton një fjalë për ta kuptuar. Ky europian për ne tashmë, jo për Shqipërinë. Është për ne, si për ne. Për ne, për ti, për Florin, për ata që na ndjekin. Për tifozët e futbollit. Diçka për të mos u humbur. Diçka për të mos u humbur. Godet me një fjalë, godet me një fjalë. Nuk kam s'të them fare. Pris tani nuk është aq e lehtë. Gabimi më i madh që mund të bëjmë ne si organizator është gabimi më i madh që mund të bëjmë ne si organizator. Çfarë do të është mangje patjetër. Tash ne jemi çik gjak nxet. E vërtet. Ke drejt. Ke drejt. Do të shamë të gjonat të jashuj çik. Po thonë, me lezet, nuk është do i heqim. Me lezet. Deri diku. Kjo do ishte gjë e mirë, po ti ishim me çik këta do ishte mirë. Menoj unë. Dakor, po jo, dakor. Ti bëjmë dhe i thirrje. Se është europian, po sigurisht ne jemi organizatorë të parë, duhet të jemi të kujdesshëm për çdo gjë. Patjetër. Qofse duam të na vi prapë, nëse shumë se hajde bëjmë. Pastaj çuan fushë na respektojnë mirë, ne dim. Janë ishin lart, kështu që përgatituni mirë. Gjëja që më mban zgjuar natën është Sash. Lidhur me këtë event, lidhur me këtë gjithmonë. Në gjë. Tash se nuk do të gënjej këtu, ëh. Gjëja që më zgjuar natën është herë a do nxjerr shpenzimet e këtij europian. Gjithë do shohin do thon rreti ky, tha gjitha gjë tjetër, kështu që e para është kjo. Sa më Jurgen paga shumë burr. Sa dushëm I ka 60 hajsaj 5-0 mrapa? Sa do, pa moment çik më shumë. E dyta pastaj që më zë gjumin natën është përfaqësimi se si do dalim para tifozëve tanë. Kjo është gjë se okay, e morëm europianin, shumë bukur, erdhën tifozët të gjitha, pastaj halli është aty më në fushë. Sa aty bën gjithë trajner pastaj ne nga stona. Halli më i madh, trajneri ka sikletin më të madh, them drejtën, sepse ai është gjithkohës edhe kur merr shumë i në ankth për pjesën pavarësisht se ka besim, sepse normalisht kemi grup shumë mirë lojtarë, por prapë si do që ditë puna. Ai meraku trajneri duhet gjithmonë. Meraku është sepse të dy janë përpiqen të bëjnë maksimumin. Normal. Po, varet edhe nga shorti, sa dashka mirë do jetë me ne, sa është dhe kjo puna. Është vërtet. Do jetë edhe short. Jo, për shortin do ta hedhun. Goglat e nxehta dhe goglat e ftohta. Sa bukura. Unë të se thash. Kjo është perfekt. Nuk e thash unë këtë. Ti na thuj këto kapush. Jo. Gogla dhe ne të themi kush do na biri dhe të themi pastaj si e parashikoj më mirë më. E bëjmë live reaction shortin. Parashikojmë. Shaka. Kemi që do me shmang në short? Për te shakave, fati i madh në pjesën e shortit është që do jemi vazët parë. Okay. Jemi vend organizator e parë dhe e dyta për si pasojë e surist mirë që kemi arrit jemi vazët parë. Bukur fort. Kështu që heqim këto shtetet heqim kampion të botës, Polonin, Gjermanin, Kazakistanin, Ukrainën. To si kemi në grup këto i heqim që shpresoj mos i kemi në grup se tani vazën e parë ne kapim për shkak se jemi vendi që mirëpret apo nga që jemi sportivisht mirë. Neve sportivisht mirë jemi vazët dytë. Okay. Nuk jemi vazët parë, sepse në Europë jemi në vend të 11 në Europë. E qartë. Mashallah. Kështu që kampionat botror në Meksik herë në fund nuk morën pjesë, sepse për arsye të financave nuk patëm mundësi të shkonin të drejtën dhe kjo na ka uli çik pikë sepse ishin 5 neshe për të luajtur, ato janë pikë që kuptohen në fund për të dalë renditja. Kështu që çam vjen kjo qartë dhe është një kombëtare e cila përfaqëson Shqipërinë fundit, të jetë vendi 11 botë dhe mos ketë mundësi financiare të shkojnë në event, është pak e rëndësishme tani. Jo, unë jam shumë i sigurt që po të kishim qenë në event, do të kishim dalë jashtë mazë shumë. Kishte shtete si Hollanda për shembull, që shkoi për herë të parë arritin gjysmëfinale. Jo më ne që kishim eksperiencën e shumë gjëra, sepse shumë shtete nuk shkuan se patën probleme me vizat, se ishte Meksike këto. Po, Meksika po. Kështu që jam shumë i bindur që po të kishim qenë në Meksik, do të kishim kap një renditje shumë të mirë. Kush e ka fajin që s'u ka dhënë financat e tani? Federata Shqiptare e Futbollit, me që është mini futboll, është futboll për futboll? Jo. Apo Ministria e Sporteve? Kush do
Ku do t'i bim tani këtë momente që na posa më uçurat Meksikën? Jo, nuk duan Do t'i bi unë, jo ti, ç'ke ti unë. Merret mathu me këto Do të vim rëndë. asnjëri, jo, ne kemi gjithmonë, nuk është se kemi kërkuar shumë suport te pjesa e ministrisë. Po e kam për Kemi shku detyrë ne. valla. Deri më sot suportin e vetëm është vetëm nga federata, që nuk e ka për detyrë të na suportojë. Federata s'ka për detyrë. Se ka për detyrë, sepse kjo është një shoqat, Soccer Albania është një shoqat. Okej. Dhe kjo si shoqat është e jashtme, nuk është Funksionon si e ka ne- pavarur, po. Po. Dhe ky lloj sporti nga UEFA dhe FIFA nuk njihet. Kështu që federata s'ka pse të suportojë. Qartë. Ka suportu, sepse normalisht djemt marrin pjesë gjithë në për kompeticionet që organizon Federata Shqiptare e Futbollit, po Kur? nuk e ka për detyrë me bë këtë gjë. E ka Ministria e Sporteve? Si e patjetër? Ku jeni? Çfarë po bëni? Të 11-të në botë. Të 11-të në Europë, të 16-të në botë. Po më mirë se kaq nuk ka u shkoj. Po ku jeni pa çfarë po bëni? Kjo është pyetja. Nëse ti presim. E mirë, dakor ti pres. Emisionin tjetër. Post të kanë ndihmuar, pastaj do më thosh prapë se Ja, do t'i do- bi. Deklarata tjetër. Fjala që nuk dua të dëgjoj pas eventit është Futboll. e do pak pushim, Dita më shkruaj. Dunja e javë që mos ketë ke fare. Fare asgjë gjë. Ka do të tipikën shqiptaren që ku bleni makinën gjë ta kisha gjetur më lirë më zemë, pas më the mu. Flas me një kompani skelash Okej. për të ndërtuar stadiumin. Dhe I them, "Ok, në rregull. Kjo është projekti për të bë, nxirr një çmim, ta shohim." Më thonin sa do të që mos marrim një kompani të jashtme, sepse ne jashtë ishte kompania e gati që më kishte pru ofertën. Po. 50.000 euro, po themi. E flas me një kompani në Shqipëri, I them, "Du të organizoj këtë stadiumin kështu." Ok, në rregull. Tanë do ta bëjmë ne. Ok, hajde. Më vjen ajo preventivi, shofun 7.000 euro. Do të thonë nga 50.000 që më bënte kjo kompania jashtme, 7.000 këto. Luks të di. Thash zot, shqyr më hajde më tash do. Boj dy di. Boj tjetër tre. tjetër. A thash hajde shqyr. Pas kemi hec goxha. Edhe I them zot nis fjalë, them të lutem, hajde takohemi që flasim. 7.000 euro, hajde bëj paguim. Jap dorë na. Jo, po presim të shito sponsorat gjona do të bëjmë pagesën direkte. Okej, në rregull I them vlla. Si e ke nxjerr këtë 7.000 euro? Si doli llogaria, si e menove kët? Po më urdhë. Për 1.500 veta, thash, po më duhet 3.500. Po më do rritet I çik, tha s'ka problem tha. I them, "Bashë sigurt kjo gjëja?" Tha, thani, gjë se do të pyet, do xhamë të pyet ta për këtë gjë tha. To tha mos do çojnë gërthasin, e çojnë kom gjë tha. Se bie ajo tha, si më bie. Si më bika. Po bie tha. Si më bie. Ja thonë kam botha vetëm me qenë ultha me drasa me kështu. Aha. Edhe përfundimi. Ka po për kinema, për kështu për teatr. Përfundimi ishte që nuk kemi kapacitet për të ndërtuar një stadium, nuk I kemi mundësitë. Domethënë, kompanitë e skelave që ne kemi janë kompani serioze për pjesën e ndërtimit, po themi të pallateve apo ku dëgjon. Domethënë nuk janë fiks për këtë. Jo, për këtë lloj, është një lloj më avancuar, po. Duhet të jetë precize vetëm për këtë gjë. Për shembull, doli një kompani tjetër shqiptare që më tha, "Vlla, kjo të shkon kaq lek, ama gjithë këto gjonat unë do t'i blej." Po. Dhe ti do ta kesh për 3 vite të stadiumit. Kjo ishte më korrekte. Sepse tubat e skelës nuk kanë atë hollët. Për stadium janë Është diçka më avancuar, po. Janë ndryshe, kupton, kështu që Nëse do t'i kërkoja falje dikujt, do të ishte. falje? Falje. Falje sepse besoj që e marr shumë organizimin. Dhe si Ka njëri vështirë si karta, ku ma pjesa që ulë red dhe Jo, njëri ka që vështirë si karta akoma. Njëri që ka miq, ka familje, pra ndoshta ke harxhuar shumë kohë këtu. Këtë do të Jo, them. falje do t'i kërkojsha besoj familjes time, Merr shumë kohë nga familja. sepse nuk po merrem shumë me familjen, nuk po merrem shumë me biznesin tim që kam personal, biznesin familjar. Nuk po kemi kohë, do t'i kërkoj edhe falje edhe për pjesën e stresit që I kam fut. Se normalisht janë goxha kam shpenzuar goxha për këtë Europian. Dhe jam gjithkohës në menin sa vjen ai herë që më thon, "Ore, na lë rahat se do t'i bësh gjitha", kupton? Pa. Vetëm na lë rahat mos e shohin ngarkuar, normalisht ato vet nuk duan të më shohin deri këtë pikë. Nëse ka njerëz që t'i kërkoj falje, vetëm ato janë. Shikon, u habite fillim, po ja që pas ka vend për një falje. Se kisha menuar. Nëse publiku mban mend vetëm një gjë në ky event, dua që të jetë Nëse publiku mban mend vetëm vetëm një gjë në ky event. Pra çfarë do duhet të ngjelten mendjet gjithëve? Organizimi I mirë. Organizimi, mikpritja, të tregojmë vlerat tona. Domethënë mikpritja do ishte ose më saktë mikpritja, jo organizimi, se për organizimi s'po na bin mend. Kur drita të fiken, do të jemi qetë vetëm nëse Çdo gjë ka shkuar mirë. perfekt.
Është perfekt përgjigje, është i madh. Shiko, një fjali e mbyll gjithën. Dhe me që ti ke merakun do shkoj mirë të mbaroj, ne themi që na shkoj mirë kjo intervista me Eugenin apo jo. Shkoj perl. Po knoqem, me thënë drejtën nuk knoqem shumë, po tash me këto pyetje që më bën, më keni futur deri çik menime. Me këtë vari çaj kishte kjo? Vari. Gjithmonë i fut gjithë mendime kjo. Jo që është nga tru për çik. Këto pyetjet më kanë sinqerisht më kanë fut menime, sepse janë ca gjona që ja, këtë pjesën e më fali herë sa dal për këtu do t'i morën telefonat të shtëpisë. E pe pak ndryshe këtë. Tani Eugen përsëri do kthehesh prapë me mendjen tek organizimi, tu urojmë shumë suksese. Shpresojmë që dhe ata që na ndjekën pasi sigurisht ke nevojën e Ministrisë Sporteve gjitha, por edhe të sponsorëve padyshim. Çdo kush dihet i gatshëm të ofrohet patjetër. Televizionet janë ledduolli është, do ketë ledduoll të madh, screen që do ketë reklamim, do ketë ledduoll perimetral për pjesën e fushës, do ketë banner komplet stadiumi, kështu që për sponsorat marketimi sa dush, kështu që s'është problem. Faleminderit Eugen dhe sukses. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe për takohemi te fusha tani. Edhe një herë takohemi në 20 deri në 25 maj, a? 24. Deri në 24. është after party. Ta 5 ditë morëm ta 5 ditë. 25 që është ai mohabeti që kemi bashkë. After party. Faleminderit Eugen edhe një herë. Faleminderit.